Kjo rrugë lidh Laçin, Kurbinin, Krujin dhe mbar Shqipërinë me një nga plazhet më të bukura të vendit, plazhin e Patokut. Kjo rrugë gjithashtu jep mundësi dalje në treg në kushtet më të mira kësaj zone, e cila është një nga zonat më të fuqishme prodhuese të vendit. Si të shifni, është një komunë me një potencial të madh, me tokë të mrekullueshme, me ujëra të shumta, të nëndheshme dhe mbidheshme. Pra, është një ndihmë e madhe për tregun në këtë zonë. Inaugurimi i saj është vazhdimi fitores. Është fitore e cila u bazua tërësisht mbi vizionin e zhvillimit evropian të Kurbinit dhe të mbarë Shqipërisë, u bazua në mbajtjen e fjalës së dhënë, mbajtjen e premtimeve. Bëm segmentin e parë dhe tani segmenti i dytë shkon deri në det. 6.2 km. 6.2 km. 183 milion lek treja. 183 milion lek investim i standardeve më të mira europiane, dhe jam i bindur se vitin e ardhshëm numri i pushuesve dhe i turistëve që do të frekuentojnë Patokun do të jetë shumë i madh, shumë herë më i madh se këtë vit. Kjo rrugë është një nga ato rrugë që lidh kombin me detin, që kthen kombin drejt detit. Dhe është në planin dhe vizionin e kësaj qeverie që brenda vitit 2010 të ketë përfunduar asfaltimin e të gjitha rrugëve që zbresin në det nga Velipoja deri në Ksamil. Dhe si të shifni, para një 2 javësh inauguruam Talen, rrugën e Tales për në Bregdet. Para një jave inauguruam rrugë në Dhërmi, dhe po në zonën e Bregut janë të tenderuara edhe 5 të tjera, të cilat edhe ato zbresin drejt detit. Kështu që objektivi ynë për të përfunduar, për të asfaltuar të gjitha rrugët që të çojnë drejt detit, brenda vitit 2010 do të realizohet plotësisht. Zoti kryetar, unë të uroj ty për këtë dhe të premtoj se qeveria do të financoj çdo projekt në mënyrë që, siç kemi premtuar, fitoren në zgjedhje qytetarët e komunës Fushkuqe, Gurës dhe gjithë kësaj zone ta prekin me mirësi, ta prekin me rrugë të re, me ujësjellës, kanalizime dhe vaditje. Ne, siç kemi deklaruar, këto 4 vite do të përqendrohemi shumë për të ndihmuar fermerët shqiptar me vaditjen, natyrisht një vaditje tjetër, jo tashmë me shat dhe me pres, le t'ja ulëm koha se bolli kemi përdor ato, të kthehemi të vadisim me pika, me sistem shiu dhe sistemet më moderne. Zoti Kryeministër, falenderoj në emër të Republikës. Faleminderit. Faleminderit shumë tjerë. Ju pati.
Faleminderit. Miru pafshim.